Ne gazetarëve nuk na lejohet në fakt bëjmë komente, po si grua dhe si gazetare e konsideroj të papërshtatshme gjuhën tuaj në adresë të një gruaje tjetër. Jo, të lutem, po më lër të mbaroj pyetjen dhe pastaj do ju dëgjoj me shumë respekt. Mund të ndaleni te fakteve. Jo, të lutem, zoti Berisha, po ta mbaroj deri në fund pyetjen edhe pastaj mund të atëherë unë ju thash paraprakisht që ne si gazetarë nuk na lejohet të bëjmë komente, por si grua dhe si gazetare gjuha juaj e përdorur ndaj një gruaje është jo e përshtatshme. Ky është mendimi im personal. Tani të shkojmë tek pyetja. Ju ishit, të lutem. Do bëj komentin dhe unë. Po, mund ta bëni komentin. Spari sipas asaj logjike, në qoftë se një grua tradhton, ajo nuk quhet tradhtare. Në qoftë se një grua vjedh, ajo nuk quhet hajdute. Në qoftë se një grua kryen krim, ajo nuk është kriminale. Çfarë mendon ti se shejtëria e gruas mund të përdoret për të mbuluar krimet? Jo, unë mendoj që një denoncues ndalet tek fakte. Qenja grua përbën një standard moral më të lartë për të qëndruar më larg krimit, në vlerësimin tim. Po, por mund të ndalen vetëm tek faktet, zoti Berisha. Ato të cilat turprojnë gruan dhe njeriu. Sepse të dalish të thuash se nuk jam dënuar ndonjëherë në një kohë kur ekziston me vul apostile dokumenti i dënimit, ke fshehur një krim, të gënjesh në shtet se nuk jam dëbuar, ke kryer një krim dhe të mbrosh se e grua,